Vrasja makabre e të rijut në Ferizajn nga Kushëriri, prokuroria ngrit aktakuz ndaj të dyshuarit. Vrasja mizore e Bekim Varit nga Ferizaj pati tronditur opinionin publik. 27 vjeçari i cili ishte raportuar si i zhdukur nga familjarët me 29 janar, u gjeti pa jetë me 5 shkurt nga familjarët në një zonë malore të fshatit Manastirs të komunës së Ferizajt. Trupi i viktimës u gjet në gjendje të rëndë nga familjarët. I dyshuari kryesor për vrasjen e Varit është Leotrim Fejza, 27 vjeçar nga fshati Pleshin i Ulët e Ferizajt. Sipas prokurorisë, ekziston dyshim i bazuar se me 23 janar 2025, në orët e pasdites në malet e fshatit Manastirs, i pandehuri Leotrim Fejza e ka privuar nga jeta Bekim Varin në mënyrë mizore dhe më pas ka groposur trupin për të zhdukur gjurmët. Ai më pas është larguar nga vendi i ngjarjes duke tentuar ta fshehë krimin. Bazuar në këto prova, ai po akuzohet për veprën penale vrasje rënd sipas nenit 173 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Hetimet po vazhdojnë me intensitet për të zbardhur tërësisht motivet dhe rrethanat e kësaj ngjarje tragjike, e cila ka lënë të tronditur familjarët dhe të gjithë rrethin. Personat e apostrofuar në këtë artikull prezumohen të pafajshëm deri në një vendim të gjykatës.